Belinda Ballukuj është drejtuar gjykatës së lartë me rekurs për të kërkuar heqjen e masës së pezullimit nga detyra të vendosur ndaj saj me kërkesë të Spakut dhe të miratuar nga gjykata e posaçme në nëntor 2025. Balluku more pandehur në tetor 2025 për akuzën e shkeljes së barazisë në tender për tunelin e Llogaras, ndërsa më pas u vënë në hetim edhe për procedurat që lidhen me 7 lotet e Unazës së Madhe. Një muaj më vonë ndaj saj u vendos masa e pezullimit nga detyra si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës. Edhe pse Edi Rama e shkarkoi nga detyra në shkurt 2026, masa e pezullimit mbetet në fuqi pas vendimeve të gjykatave dhe konfirmimit nga gjykata kushtetuese. Ndaj ish numri 2 të qeverisë vijon të jetë në fuqi edhe ndalimi i daljes jashtë vendit. Kërkesa e saj për heqjen e kësaj mase është rrëzuar më herët nga gjykata e lartë. Sipas dosjes hetimore, Balluku akuzohet për shkelje të barazisë në tenderin e tunelit të Llogaras dhe po hetohet edhe për 7 lotet e Unazës së Madhe, si edhe për përfshirje të dyshuar në 3 tender të tjerë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka ndërprer aktivitetin e kompanisë Sorial pas dyshimeve për helmimin e 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë në SAUK. Sipas analizave laboratorike të kryera nga ISUV nga 9 mostra të marra, 8 rezultuan brenda normave, ndërsa një monster makarona e marrë në kuzhinën e Akademisë rezultoi jo konforme me ngarkesë bakteriale mbi normë. Për këtë arsye, AKU vendosi pezullimin e aktivitetit të kompanisë deri në përmbushjen e kushteve higjieno-sanitare dhe gjithashtu vendosi një gjobë prej 1.5 milion lekësh për tregtim ushqimit të pasigurt. Kontrolle u ushtruan edhe në ambientet e garnizonit Skënderbej ku prodhoheshin ushqime për akademin, duke çuar në pezullimin e aktivitetit edhe në këtë adresë. Në lidhje me çështjen janë arrestuar kuzhinieri dhe një teknologe ushqimi, ndërsa administratorja e kompanisë, Alma Tafani, është shpallur në kërkim. Sipas të dhënave, Sorial ka fituar 10 tender publik ndër vite për shërbime cateringu. Hetimet vijojnë për të përcaktuar përgjegjësitë dhe burimin e saktë të kontaminimit. Gjykata e posaçme ka dënuar me 8 vite burg Lutz Melajin, akuzuar si drejtues i një grupi kriminal që organizonte trafikimin e emigrantëve drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas hetimeve të Spakut, grupi kërkonte nga 40 deri në $45.000 për person dhe kishte ndihmuar të paktën 25 shtetas shqiptar të emigronin ilegalisht drejt SBA-ve. Melaj u shpall fajtor për dhënje ndihme për kalim të paligjshëm të kufive, falsifikim dokumentesh, drejtim të grupit të strukturuar kriminal dhe mbajtje pa leje të armëve e municioneve. Fillimisht, ai u dënua me 12 vite burg, por për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi i ul në 8 vite, të cilat do t'i vuajë në një burg të sigurisë së lartë. Në të njëjtin proces, u dënuan edhe Emanuel Melaj dhe Gëzim Camajt, të cilët morën nga 4 vite burg për ndihmë në kalim të paligjshëm të kufive. Gjykata vendosi pezullimin e dënimit për të dy dhe vënien e tyre në provë për 3 vite. Gjithashtu, gjykata urdhëroi konfiskimin e shumave monetare të sekuestruara dhe të 2 automjeteve në pronësi të Lutz Melajt, ndërsa ndaj vendimit mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve në apelin e gjykatës së posaçme. Artan Tafani, i penduari i drejtësisë në procesin ndaj grupit të Laert Haxhiut, ka dhënë dëshmi tronditëse në gjykatën e posaçme për gjobvënie, vendosje tritoli dhe plane kriminale. Ai tregoi se grupi i kishte vendosur një biznesmeni në lushnjë gjobë prej 1 milion eurosh, duke i marrë në total rreth 360.000 euro. Tafani e përshkroi Laert Haxhiun si një person që ushtronte terror ndaj njerëzve pranë tij, me kërcënime dhe dhunë të vazhdueshme. Në dëshminë e tij, Tafani rrëfeu edhe për vendosjen e tritolit në lokalin e reperit Noizi në Durrës në vitin 2022. Sipas tij, ngjarja erdhi pas konfliktit në TikTok mes Noizit dhe Klevios. Tafani tha se Laert Haxhiu kërkoi hakmarrje dhe urdhëroi vendosjen e eksplozivit. Fillimisht synoi brenda lokalit, por më pas tritoli u vendos pranë një dyqani poshtë godinës. Ai tregoi se eksplozivi ishte përgatitur në shtëpi dhe u vendos gjatë orëve të para të mëngjesit. Pas shpërthimit, grupi u largua dhe më vonë u zhvendos në Ksamil. Tafani përmendi edhe plane të tjera kriminale, maskime dhe armë që grupi përdorte për atentate të mundshme, ndërkohë Spak vijon procesin ndaj anëtarëve të grupit kriminal të Laert Haxhiut. Interpol Tirana ka ekstraduar nga Greqia shtetasin Mustafa Saliu, i dënuar nga gjykata e Durrësit me 18 vite burg për veprën penale trafikimi fëmijëve. Sipas autoriteteve, gjatë viteve 2001-2002 ai në bashkëpunim me persona të tjerë ka trafikuar fëmijë nga Shqipëria drejt Greqisë, ku janë shfrytzuar për lypje në rrugët e Athinës nën presion dhe kontroll të vazhdueshëm. Po ashtu është kryer edhe një tjetër ekstradim nga Gjermania, ku shtetasi Florian Musai do të vuajë në Shqipëri dënimin me 8 vite e 10 muaj burg për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Të dyja rastet janë pjesë e bashkëpunimit ndërkombëtar të autoriteteve shqiptare me partnerët evropian për ekzekutimin e vendimeve penale dhe kthimin e të dënuarve në Shqipëri.
Gjykata e Beratit ka dënuar 4 persona të akuzuar për shpërndarje kokaine në një lokal nate në Dimal. Sipas hetimeve të prokurorisë, aktiviteti zhvillohej në lokalin Star Club, ku klientëve ushitej kokainë në doza të vogla që konsumoheshin në ambientet e tualetit. Në qendër të skemës ishte pronari i lokalit, shtetasi identifikuar vetëm me iniciale EV, i cili sipas hetimeve organizonte shitjen e drogës me ndihmën e bodyguardit, menaxherit dhe kamarierit të lokalit. Prokuroria zbuloi se kokaina mbahej e fshehur në murin rrethues të lokalit dhe një pjesë në banesën e pronarit. Nga përgjimet dhe blerjet e simuluara rezultoi se të pandeurit përdornin termin amaro si kod për kokainën, ndërsa dozat shiteshin nga 0.2 deri në 0.5 grame, çmime nga 2.000 deri në 5.000 lek. Gjykata dënoi pronarin me 12 vite burg, dënim që i ul në 8 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar, ndërsa 3 pandeurit e tjerë u dënuan secili me nga 4 vite e 8 muaj burg për veprën penale prodhim dhe shitje e narkotikëve në bashkëpunim. Policia ka arrestuar pas disa orë kërkimesh autorin e dyshuar të plagosjes me thik të 42 vjeçarit Olsi Muçodemi në Sarand. Autori i dyshuar është identifikuar si Ylber Hamzaj, 45 vjeç, nga zona e Kryemadhit Kuksit. Sipas policisë, ai pas ngjarjes u largua nga vendi i krimit dhe tentoi të dilte nga qyteti për t'u shmangur arrestimit. Ngjarja ndodhi gjatë një konflikti të çastit mes dy personave që nuk njihen më parë, ku 42 vjeçari u godit me mjet prerës dhe mbeti i plagosur në gjokse dorë. Policia e lokalizoi autorin përmes kamerave të sigurisë dhe arrestoi në zonën e qafës së 6-s, ndërsa ai u kap në gjendje të dehur. Hetimet vijojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat e konfliktit. Policia e Sarandës ka arrestuar 8 persona dhe ka shpallur në kërkim një tjetër të dyshuar për ndërtim të paligjshëm në një zonë plazhi. Sipas autoriteteve, në një objekt me disa struktura, disa prej cilave të ndërtuara edhe në ujë, po kryeshin punime pa leje. Gjatë ndërhyrjes, policia arrestoi në flagrancë disa shtetas nga qytete të ndryshme të vendit, ndërsa u shpall në kërkim edhe një grua, e dyshuar si poseduesja e hapësirës së plazhit ku zhvillohej aktiviteti. Pas veprimeve procedurale, në operacion u përfshin edhe IKMT e strukturat vendore, të cilat vijojnë me e ndërtimeve pa leje. Materialet janë referuar prokurorisë për hetime të mëtejshme. Një e moshuar është gjetur e pajet në banesën e saj në lagjen nr. 4 në Korçë, pasi prej 3 ditësh nuk ishte kontaktuar me familjarët. Të shqetësuar nga mungesa e saj, fqinjët njoftuan policin, ndërsa forcat zjarrfikse hapën derën e apartamentit ku u gjet trupi i pajet. Nga këshyrja paraprake është konstatuar një hematom në kokë, duke ngritur dyshimet se e moshuara mund të jetë rrëzuar aksidentalisht brenda banesës dhe të ketë humbur jetën. Mësohet se ajo jetonte e vetme. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave, ndërsa trupi është dërguar në morg për ekspertizën mjekoligjore, e cila do të përcaktojë shkakun e saktë të vdekjes. Marco Romeo, italiani i dënuar me 24 vite burg për vrasjen e ish-partneres së tij Paula në Torremolinos, ka pranuar për herë të parë se është autori i vrasjes së shqiptares Sibora Gagani në vitin 2014. Pas vitesh mohimi, 48 vjeçari ka ndryshuar dëshminë e tij përmes avokatëve, duke pranuar se e vrau 22 vjeçare në apartamentin ku jetonin bashkë, edhe më pas fsheu trupin në një mur të 2 fish të banesës. Trupi i tërës shqiptare u zbulua vetëm pas arrestimit të tij për një tjetër vrasje. Sipas hetimeve të autoriteteve spanjolle, Sibora ishte vendosur në një kuti druri dhe ishte mbuluar me gëlqere për të penguar zbulimin e trupit. Pranë kufomës u gjetën edhe një thik me gjurmë gjaku dhe një tufl ulesh. Prokuroria spanjolle thotë se çifti ishte i njohur në Itali në vitin 2009 dhe më pas ishte transferuar në Spanjë. Hetimet tregojnë se krimi ndodhi në korrik të vitit 2014, kur Romeo dyshohet se e sulmoi shqiptaren me thik duke i shkaktuar plagë fatale. Aktualisht prokuroria kërkon 22 vite burg të tjera për akuzat e vrasjes me paramendim dhe fshehjes së kufomës, ndërsa mbrojtja kundërshton elementin e paramendimit. Një ngjarje e rëndë është regjistruar sot në Kosovë. Dhunohet fizikisht kryetari i degës së vetvendosjes në Skënderaj dhe dërgohet me urgjencë në spital pasi ka psuar çarje të rënda në kokë. Ekipet mjekësore kanë ndërhyrë me njëherë pas njoftimit nga policia dhe i kanë dhënë ndihmën e parë në vendngjarje. Mehani është transportuar për trajtim të mëtejshëm në spital në Mitrovic. Mjekët sqarojnë se lëndimet janë të lokalizuara në kokë dhe nuk ka dëmtime serioze në pjesë të tjera të trupit, përfshirë gërvishje të lehta. Samil Ushtaku ka reaguar përmes një postimi, duke pretenduar se incidenti ka ardhur pas provokimeve dhe ofendimeve ndaj tij. Përfshirë thirrje si Sami Serbia, të cilat sipas tij kanë nxitur edhe reagimin e qytetarëve të pranishëm. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur në një kafeteri në Skënderaj, ndërsa lëvizja vetvendosje ka publikuar edhe foto të Mehanit të gjakosur pas incidentit. Policia e Kosovës ende nuk ka dhënë një reagim zyrtar lidhur me rastin, ndërsa hetimet pritet të sqarojnë rrethanat e plota të ngjarjes.